Ja ku jemi live. Përshëndetje. Përshëndetje Anjeza, përshëndetje Dona. Goca, është kënaqësi, faleminderit që pranua ftesën time dhe është gjithmonë kënaqësi kur bëj një live me juve. Faleminderit. Gjithashtu. Me thënë të drejtën, kemi dhe nga këto. Është kënaqësi me vërtet kur bëj një live me ju dhe me thënë të drejtën dhe ndihmojmë shumë audiencën. Nga telefonata që kam pasur ka qenë një nga pyetjet që më kanë bërë, një nga pyetjet, po ka qenë edhe si një gjë entuziaste që më thoshin që kur ju dëgjojmë që flisni dhe shpjegoni rreth kësaj sipërmarrjeje, sikur sikur kemi më shumë besim te vetja dhe marrim atë hapin që të ecim përpara. Dhe kjo është gjë e mirë të drejtën. Goca, gjithmonë edhe kur mblidhemi gjithmonë rreth pyetjeve që na bën audienca të interesuarit. Po e nis me Anjezën. Anjeza, përshëndetje. Përshëndetje dashur. Faleminderit për ftesën. Po të bëj një pyetje shumë të sinqert, shumë të drejtë për drejtë dhe unë e di. Ne të gjitha e kemi pasur atë moment, por ta drejtoj ty tani. Ti ke pasur atë momentin kur ke dashur të dorëzohesh në këtë sipërmarrje. Por tani dua të di ku e gjetë atë fuqi, ku e gjetë atë energji që ti vazhdove përpara, nuk u dorëzove dhe arrite suksesi dhe arrite këtu ku je sot. Po, atëherë të jemi sinqert Elvana, ka pasur momente vërtet ku kam thënë që dua të heq dorë, dua të kthehem mbrapsht. Por kur shifja fëmijët e mi, të cilët janë dhe arsyeja e fillimit të këtij biznesi, më dilnin lot dhe doja që vërtet të vazhdoja, sepse qëllimi është ai, janë fëmijët e mi, unë dua më shumë kohë me fëmijët e mi. Është ajo arsyeja që më shtyu që të reduktoj orët si infermiere dhe t'i bashkohem këtij biznesi për të pasur më shumë liri në kohë për familjen time, por edhe për veten time. Sepse unë i kisha humbur të gjitha shpresat, që çdo ditë të ngrihesha në orën 4 dhe të vazhdoja pa pushim 8 deri në 10 ditë punë të lodhshme, pa pasur kohë për familje, edhe në ditët e festave. Kjo ishte edhe arsyeja që më bëri të ndryshoj mendim dhe ta shoh prit se unë mund të jap diçka, mund të ndihmoj dhe gra, nëna, vajza të tjera, të cilat ndodhen në të njëjtin pozicion, për t'ju dhënë atyre kurajo që të marrin diçka tjetër në dorë, të jetë zonjat e vetes. Kjo është arsyeja që më bëri të ec përpara. Edhe vërtet që falenderoj Zotin, falenderoj mentoren tonë dhe koçën tonë që nuk na la në balë, gjithmonë na ka tërhequr pas në çdo hap dhe ka qëndruar gjithmonë aty, por gjithashtu edhe komuniteti jon, i cili gjithmonë për çdo pyetje ka qenë aty dhe më ka dhënë atë besimin që po, unë mundem. Sepse kur ti ke një synim të qartë, çfarë do të bësh, vërtet që e arrin. Dhe kjo ka qenë ajo pika kulmante kur ti thua që jo, unë nuk dua të heq dorë, unë dua të vazhdoj. Dua të shkoj kësaj gjëje deri në fund derisa unë të arrij. Po, pra shumë e vërtet. Unë mendoj se njerëzit në biznesin online dështojnë edhe sepse njerëzit kërkojnë të ardhura shumë të shpejta. Gjë që në këtë biznes ne kemi thënë gjithmonë që të ardhurat nuk vinë sot për nesër, nuk krijohen kështu. Kështu që do një çik durim si çdo punë dhe kjo ka ato shkallët e saj që ti derisa ti të arrish atje ku do dhe të rigjenerosh të ardhurat e tua, domethënë të qëndrueshme pastaj. Kështu që e kemi thënë, nuk është një biznes me të ardhurat të shpejta sot për nesër. Është një biznes që do kohën e ti, do kohën e saj dhe çdo gjë arrin. Arrin me kohën. Okej, Anjeza, faleminderit zemër. Faleminderit gjithashtu. Pyetje për mentoren koçën tonë. Pyetje, më thënë një pyetje shumë interesante dhe shumë e drejtë për drejtë, sepse audienca do të di se çfarë bëjmë ne në këtë biznes dhe ne si mentore çfarë punë bëjmë, çfarë është ajo që ne bëjmë në këtë sipërmarrje.
Po, përshëndetje të gjithëve, edhe audiencës tënde që po na ndjek, edhe të gjithëve atyre që po na ndjek, do e ndjekin transmetimin më pas. Puna jonë si mentore dhe si trajnere, në fakt të po e them unë si nënë e 2 fëmijëve të vegjël, edhe si unë kam punuar gjithmonë për hospitality industry, për shërbimet qeveritare, ku kam qenë menaxhere një restoranti që mbaja në drejtim. Vetëm, domethënë, asnjë s'm ka lidhur me biznesin më përpara dhe them që më mirë se sa dikush që s'ka pas eksperiencë përpara këtë biznes do ju thoja që vërtet kur ti ke dëshirë, ke vullnet me ndryshu rrjedhën ku ti ndodhesh, atë situatë ku ti ndodhesh mund ta bësh. Asnjë s'kam pas domethënë as njohuri teknologjike shumë të mira, përveç një copy paste, por sot vërtet kur ti ke ato që përmendje Njeza, vërtet është dhe shumë prekse. Kur ke pse në fort, je tip e ke atë paket e egon për të punuar, për të ndihmuar familjen tënde për një të ardhmë më të mirë. Sigurisht edhe unë kam qenë në një situatë shumë vështirë të jetës time kur unë e zgjodha të nisja këtë model biznesi online. Isha në udhkryq, si më thon, a do t'i lej fëmijët e mi në çerdhe edhe të shkojmë punë, kthehem se sa mbaroj dhe leja lindjes, apo vërtet t'i jap vetes time të arrijë milestonin e tretë, heci përpara, pastaj me të katërt, ti heci përpara duke shtyr veten, duke mentoru të tjerë që edhe ato të bëjnë një gjë si të fillojnë të fitojnë të ardhurën nga shtëpia. Ja, shifni, përshëndetje. Okej, ikë ti këtë polinë se dhe. Okej? Okej, so sorry. Ik se erdhi mami sot u ful mami. Okej. Ja, kjo është puna ime si nënë. Je aty ku duhesh, domethënë me pak fjalë shkurtimisht, je aty ku duhesh, ku ka më shumë rëndësi se fëmijët ti rrisesh vet. Edhe unë po dua të them që ndoshta sot ndodhesh në një situatë vërtet vështirë për të filluar diçka ndryshe, me thyer të rutinën ditore. Por guximi është ajo që edhe provimi të marrësh. Po mami, ha. Spider-Man. Okej, s'moj telefon. Hajde Mera. O, zot. Më falni, po. No, mori, ik unë këtë më nëse erdhi mami right now. Ik, më dhe dera. Më falni. Guximi merret kur ti del vet nga rrethi i situatës që ti ndër sot. Më fal, Elvona, po. S'ka problem. Edhe pyetja tjetër është çfarë bëjmë ne si mentor? Po, si mentor. Mentor, puna jon është që ne të ndihmojmë sa më shumë familje. Pak a shumë ky model biznesi është i dizenjuar tamam për njerëzit që s'mund ta lejnë shtëpinë, siç jam unë një nën, për njerëzit që punojnë me 2 punë që të shkurtojnë një punë dhe të përkushtohen më shumë familjes. Për emigrantët që shkojnë vendosen në një shtet tjetër dhe do të fillojnë gjithçka nga zero, pra të fillosh një biznes të lidhshëm, me një trajnim të mrekullueshëm që është bazuar step by step, të fillosh gatshëm për njerëz që njerëz zakonshëm që s'kan pas eksperiencë biznes, të arrijnë të fitojnë pra një stabilitet financiar më të mirë për veten e tyre kur të fillojnë gjithçka nga zero. Pra, si mentor jemi këtu që të ndihmojmë, të ndërtoni edhe ju të ardhura të lishme me 2-3 orë ditë duke përkushtuar telefonit nga divani, nga krevati. Të them drejtën, Elvona mbrëm, isha në telefon për zotin, nuk e di, kisha i dhimje koke, nuk u mora mas një gjë, as telefonin as kujt sa hapa, vetëm jam shtri, piva i paracetamol e vetëm për rria në telefon. Kur e pash vetëm as 2 orëve, akoma në telefon dhe hera parë që unë e bëj këtë gjë që hume mas reels, mas gjëra që apo ndodh në përbot, edhe sinqerisht është 2 orë, unë mund të kisha ndihmu dikë tjetër me trajnim, me diçka, me një hapje një website-i, duke mbështet tjerë vërtet me ndërtu sistemin e tyre. Por shumë njerëz këtë gjë e bëjnë çdo ditë. Marrin punën, ulen krevat dhe fillojnë ato humin 2 orë kohë, ndërkohë që ti mund ta shfrytëzosh këtë ta kthesh një burim të ardhurës nga shtëpia. Është vërtet vetëm të kesh guximin dhe dëshirën për të ndryshuar, ti je pak kreative. Edhe
nuk gjërat e tjera mendon sistemi vet. Është, domethënë, është ajo që ne themi gjithmonë që ajo që nuk kam kohë është thjesht një justifikim ose është ajo frika e brendshme që njerëzit kanë frikë t'i futen botës online. Por të gjithë e kemi kohën sepse pa diskutim, siç e the edhe ti në rrjetet sociale, pa 2-3 orë nuk rri asnjë njeri pa kaluar pa parë se çfarë bëhet në përbot apo duke parë çfarë bëj unë, çfarë bën ti. Po pse atë kohë mos ta shfrytëzosh për veten tënde, për të ardhurat për familjen tënde. Kështu që për mua është justifikim ose frikë. Sepse kemi pasur të gjitha atë derisa hodhëm atë hapin dhe jemi këtu sot. Kështu që ju falenderoj goca, shumë faleminderit. Besoj se audienca e ka marrë përgjigjen për ata skeptikat, mund të themi, që dhe ne kemi qenë dikur. Dhe një skeptik. Jemi këtu për juve. Dhe çfarë duhet bëni, thjesht kërkoni më shumë informacion duke regjistruar në website, edhe duke marrë ose me numrin e telefonit ose në për Facebooket tona, thjesht kërkoni me fol me video. Në momenti që e shikoni që është një nën me fëmijë, të paktën unë ku kam pa mentorin time që është nën me fëmijë, edhe shumë prapë se isha shumë hezituese, skeptike, arrita vërtet ta takoja se ne jetoshim në një shtet, domethënë jetojmë këtu afër, por thënë ka qenë shumë skeptike, por ndonjëherë skeptikizmi është inteligent, sepse ti mendon që paktën ato lekë që i korrit me djers mos ti hedhësh kot, po gjithmonë siguroni. Dhe njerëzit domethënë vujnë edhe nga këto biznese, që janë këto krypto, piramida, nuk e jona është krejt ndryshe. Këtu po ndërton diçka të lishme, diçka që me qëndrueshmëri, të fitosh të ardhur të qëndrueshme nga shtëpia, edhe siç e përmendi dhe Luana, nuk mund të bësh e pasur brenda natës, përkundrazi nëse je tip që kërkon të bësh milioner brenda natës, në vendin e milioner në këtë biznes, e garantoj se i kam pa me sy të mirë në komunitetin tonë që jena një komunitet prej 270.000 personave, si përmarrësve të lirë, që vërtet janë po milioner, por aman jo, kjo nuk ndodh brenda një nate. Pra duhet punë, duhet durim, duhet përkushtim. Edhe nuk duhet që njerëzit të intervenin në mendjen tënde duke të ndaluar ose duke të paragjykuar. Byll sy, byll një vesh shif drejtimin tënd, sepse askush nuk pyet se sa lekë ke sot në bankë, vetëm puno për të mirën e familjes tënde. Dua të them Dona dhe çdo diçka, ti je skeptik dhe të kesh frikë është çdo gjë është okay, është normale sepse të gjithë e kemi kaluar. Por ta kalosh atë frikën, do të thotë që je i guximshëm. Domethënë të dalësh nga ajo zona e rahatis, ta kalosh atë frikën aty, pastaj çdo gjë ndryshon. Aty fillon tamam ndryshimi. Okej, përshëndesim Arzien që po na ndjek, përshëndesim Arzie. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe ju uroj një fundjavë të bukur dhe miru dëgjofshim në live-et e radhës. Shumë faleminderit për festën. Gjithë të mirat. Mirupafshim. Mirupafshim.